pse i vrau Greqia dy arvanitasit më të mirë, Anastas Kulluriotin dhe Aristidh Kolën? Përgjigjja është e kuptueshme. Ma thuaj, Landa, se ti je kompetente tani, nuk po se... Është shumë e kuptueshme. Nuk ishte në interesin e Greqisë, pra, përhapja e këtyre kumteve përmes shtypit. Dhe një guxim, ky quhet guximi i tepruar në një realitet ku ekziston një censurë e skajshme për sa i përket, le themi, gjallimit të identitetit etnik apo kulturor të një vendi. Edhe sot arvanitesit kanë frikë të tregojnë, pra dhe ata që e dinë që janë arvanitas nuk kanë guximin ose kanë frikë të tregojnë që janë të tillë. Pra është krijuar një lloj stigme deri në atë shkallë sa që e konsiderojnë dhe turp të thonë që janë me origjinë arvanitas. Nuk e them unë, e thonë ata që kanë bërë studime në terren, si Eda Derhemi. Se nuk e lejon Greqia këtë gjë? Se në kushtetutë atje nuk lejon as pakicat kombëtare. Është diçka që është sanksionuar me proklamatën e famshme të tyre dhe arsyeja është thjesht pjesë e ideologjisë së tyre tërësisht dhe ekstremisht nacionale për të përhapur vetëm, le të themi, kulturën greke ose komsin. Si u vra? Tash s'mund të bëjmë naivin sepse të njëjtën gjë kanë, të njëjtin problem kanë ndeshur dhe emigrantët që kanë vajtur pas 90-s. Sa prej tyre i ka ndryshuar deri dhe tek emri që i përket, pra emri që është emri është elementi kryesor i identitetit të njeriut, pra ndryshimi dhe i emrit. Imagjinoni se çfarë psikoze ekziston. Pra është kompleksitet, është problem shumë i thellë. Si u vra Aristidh Kola? Në të vërtetë unë nuk e kam pasur objekt studimi për të hulumtuar dhe shpesh jam munduar, bashkë me profesor Hamidin, jam munduar të jemi kujdesshëm në tema që nuk kemi informacione ose bazë dokumentare, por që... Si gazetare tani? Si gazetare mendojmë se është helmuar. është helmuar dhe të dy helmoj Greqia. Po çfarë qarqesh apo policia sekrete dhe këto pjesa, po themi, e nëndveshme? Nuk ka diçka në të shkruar, por mund të jetë edhe një urrëtie e individëve të caktuar, pra mund mos jetë diçka domosdoshmërisht e organizuar, por ka dhe individ që janë ekstremistë që ne i ndeshim në realitetin e sotëm kudo. Janë Kullurioti dhe Kola, Aristidh Kola, janë dy heronjt e arbëreshve, e arvanitasve, dy heronjt të kombit shqiptar? Padyshim, ndonse jetuan në kohë të ndryshme, secili u përpoqën t'i gjenden pranë jo thjesht komunitetit në cilin gjendeshin dhe të kontribojnë për ruajtjen e kulturës arbëreshe ose arvanitase atje, dhe të arkivojnë në gazetat dhe revistat e tyre shumë këngë popullore apo elemente të cilat tjetës të traditave të zakoneve që janë një lëmi shumë e pasur për studiuesit e fushave si pas, le themi, rastit, por edhe për historianët padyshim, por ata kontribuan në mënyrë veçantë edhe për vendin am. Kullurioti në rastin e para shpalljes së pavarësisë dhe Kolja në rastin e luftës Kosovës. Ti thua Koljas në greqisht? Kola, me të dy termat. Aristidh Kola? Me të dy termat e gjejmë. E gjejmë me të dy termat. Me dy termat, po Koljas është një kështu... është një greqizim i mbjemit? Padyshim, si çdo greqizim që bëhet në rast. Nga ishte Aristidh Kola nga Shqipëria? Nuk kam informacion. Okej, foto tjetër. Dhe t'i kaloj shpejt tani se ja, kjo është e para, 1848. Atëherë, kjo është gazeta e parë, L'Albanese d'Italia, që shenjohet që në titull Shqiptari i Italisë, që është gazetë politike, morale dhe letrare, e themeluar nga Hieronim Derrada. E përditshme, xhornale. Po, është gazetë sepse botohet çdo ditë. Tani nuk ka pasur periodicitet të rregullt, sepse kuptohet ka kaluar shumë peripeci, por është botuar nga 23 shkurti deri në 9 qershorin e vitit 1848, diku te 29 numra dhe 2 suplemente. Jam sforcuar të lexoj këtë, është shumë e bukur. Është fejton, ja nëse shohim që në faqen e parë. Mirë se vjen të na gëzohesh diturime, lefteri, mirë se apo ti e lexon? Po, tashmë pasyze e kam të vështirë.
Por kjo është Vallja e Hares Madhe, është një poezi e Anton Santorit. E ka padre Antonio Sartori. Po, Anton Santori që është një tjetër autor shumë i njohur arbëresh, themeluesi i dramës shqipe, njësër zhanresh të tjera dhe në letërsi. Dhe kjo poezi i dedikohet mbretit Ferdinandit të dytë, të Napolit. Po, të Napolit. Sepse duke qenë se ne nuk e kemi njohur, të paktën deri në vitin 2014 kur u botua koleksioni plot i L'Albanese d'Italia, ne kemi njohur vetëm 2 numra të saj, ne nuk e kemi pasur të qartë informacionin e kësaj gazete. E ke lexuar gërm për gërm. Pastaj ne e kemi lexuar dhe kemi kuptuar dhe kontekstin. Atëherë ata patën një lloj iluzioni sepse në fundin e janarit 1848, Ferdinandi II nxorri një dekret që në një farë mënyrë liberalizoi shumë aspekte të jetës në Napoli, ndër të tjera pati një frym liberalizimi edhe për sa i përket shtypit. Pra, u motivua edhe, le të themi, hapja e gazetave, revistave dhe u mbështetën. Dhe ishin të shumë të arbëreshët që besuan në këtë lloj iluzioni, por që përfundoi shumë shpejt në qershor, kur u mbyll dhe gazeta, dhe nëse e shohim gazetën, gazeta i bën njehon të gjithë ngjarjeve në Shqipëri që ndodhin në Napoli. Në Napoli, vetëm në Napoli, por edhe ka dhe lajme nga bota. Po, ka dhe lajme nga Shqipëria. Ka edhe lajme nga Shqipëria. Në një rast, madje, në këtë vit, përmendet një kryengritje që bëhet diku në zonën e Përmetit, përmendet një kryengritje disa fshatarëve që ngrihen kundër zonë të Përmetit. Nuk e specifikon, në qytetin në Përmet, thot, është ngritur një, sepse dhe Shqipëria ka qenë ndar me vilajete, si që dim, ose kohë nuk kemi pasur një shtet në kuptimin e sotëm. Pra, qëllimi ose ideja është për të shkuar tek përgjigja, ndjes vetëm 2 sekonda. Kjo është gazeta e parë në të cilën shkruhet shqip, sepse në rubrikën Fejton janë botuar jo vetëm krimet të Santorit, por dhe të vetë Deradës, këngët e Serafina Topis e tjerë, por përmbajtja e gazetës lidhet kryekëput me ngjarjet që u zhvilluan në Napoli, ka qenë një kohë kryengritjesh, revolucionesh e tjerë, i bën një hon atyre ngjarjeve. Pra, është një zë, padyshim që është gazeta e parë arbëreshe, por është një zë paralajmëtar edhe për gazetarinë shqiptare. Por nuk mund të themi, ashtu siç është thënë deri më sot, që kjo është një gazetë që ka lobuar për çështjen kombëtare shqiptare. Jemi shumë herët për të folur. Mirë, megjithatë Landa, jemi okay për këtë që 23 shkurti vitit 1828 është data e themelimit të medias shqiptare? Padyshim që po. Sepse arbëreshët janë pjesë e pandare e kombit shqiptar. Ne se festojmë këtë, po kjo është data. Foto tjetër, dhe ti kalojmë pak shpejt, janë shumë foto. Ja, kjo është, e komentuam këtë. Është një numër tjetër, kjo numri 2 mos e bëj? Besoj se është numri parë. Edhe kjo numri parë. Okej, vazhdojmë me foto tjetër. Po, këtu është një material në fakt që tregon ne kemi pasur dyshimin, pra nëse Derada ka shkruar për herë të parë në L'Albanese d'Italia, apo ka shkruar dhe më parë në Shqip, sepse kryesisht në materialet bibliografike që gjejmë në burimet dyqësore për Deradën, thuhet që Derada botoi poezi me titullin Oda Albanese në gazetën e Torelit, në Omnibus, diku në vitin 1836. Dhe neve kemi bërë kërkime dhe në fakt ajo poezit që ka botuar Derada tek Omnibusi nuk janë në Shqip, janë në italisht, si tregohet edhe këtu, pra nuk është ode shqiptare, por është ode albaneze titulli, dhe një, le të themi, përshtatje e tillë e titullit ka sjellë dhe keq kuptimin, por realisht ne kemi kërkuar për studimin tonë kemi kërkuar edhe në një lloj, le të themi, kemi bërë një seksion të veçantë si para historia e shtypit arbëresh, sepse duhet kemi parasysh që L'Albanese d'Italia nuk lindi në një shkreti. Pra, kishte një përvojë Derada, dhe këtë përvojë si redaktor dhe si gazetar e morin për herë të parë në organet të shtypit italian, por që drejtoheshin nga arbëresh, siç ishte Omnibusi, për shembull Vincenzo Torelli ishte arbëresh. Dhe Derada vetë tregon në veprën e tij. Vincenzo Torelli ai s'ka asgjë në Shqip aty, se ironim Derada ka një çik Shqip aty, se do të emri italizohet, po ajo
Ajo nuk ka asgjë shqip, ai ishte ndër intelektualët më të rëndësishëm të Napolit dhe ka kontribuar. Dhe Derada shfrytëzonte rastin dhe botonte atje. Po, madje Derada tregon që kur i kam vajtur në zyrë Torelit dhe i kam quar këto poezitë që ne i kemi botuar këtu, ai është ngritur thot nga karrikja. Sa po unë i tregova që jam arbëresh dhe me lot në sy më përqafoi dhe më tha gjaku i i shprishur. Pra është një moment shumë emocionues. Këtë gjaku i shprishur unë e di se e kishte Derada, kishte thënë Derada. Atë e thonë të gjithë arbëreshët.